Shqiptarët dhe vlonjatët kanë konsumuar qumësht dhe nën produkte të tij të ndotura me aflatoksin M1, një toksin kancerogjene dhe shumë e rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Prezenca e qumshit kancerogjene dhe në Vlorë konfirmohet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Ky institucion në Vlorë ka konfirmuar praninë e aflatoksinës, një substancë kancerogjene, në disa mostra qumshtit të analizuara. Burime konfidenciale pranë këtij institucioni pohojnë se qumshti kontaminuar i përket dy markave të njohura, Lufra dhe Erzeni. Nga 26 mostra të marra nga janari deri në prill 2025, 10 prej tyre kanë rezultuar pozitive dhe sipas specialistëve gati 40% e qumshtit të kontrolluar ishte i kontaminuar mbi normat e sigurisë ushqimore. Në mars 2025, qytetarët shqiptar dhe vlonjat kanë konsumuar qumësh me aflatoksin. Aflatoksina është një toksinë e krijuar nga myku që rritet tek drithrat, misri dhe gruri. Kur lopët ushqehen me farogjene të kontaminuara, aflatoksina sekretohet më pas tek qumshti që prodhojnë. AKU konfirmon në mënyrë konfidenciale se qumshti ka qenë i kompanive Lufra dhe Erzeni. Konsumimi i qumshit me aflatoksin ka pasoja të rënda për shëndetin e njerëzit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ajo është kancerogjene grupit 1. Rrit rrezikun për problemet në mëlçi, njëkohësisht edhe tek veshkat. Sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, gjatë muajit mars janë analizuar mostra qumshti të marra në mënyrë rastësore në tregtim dhe në prodhim. Në bazë të analizave të kryera nga ISUF, disa kompani qumshti kanë rezultuar me prani të aflatoksinës M1. E pranishme në qumësht, ajo është kancerogjene dhe gjenotoksike, ndërsa rreziku është veçanërisht i lartë për fëmijët dhe konsumatorët e rregullt. Kujdes ndaj konsumit të qumshtit nga burime të pasigurta është kjo thirrja momentale, ndërsa Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë konfirmoi për televizionin 6+1 Vlora gjatë kësaj të premteje se ky lajm është i vërtetë dhe se qumshti ndotur dhe kancerogjen është evidentuar një muaj më parë në disa subjekte edhe në Vlorë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit thekson se qumshti është tërhequr me njëherë nga tregu, por dyshohet që të jetë konsumuar, ndërsa subjektet në Vlorë janë furnizuar nga Lufra dhe Erzeni, që pas qumshtit të përzier me ujë kanali, tani po u servirin shqiptarëve dhe vlonjatëve edhe qumësht kancerogjen. Ky denoncim vjen pas skandalit të lule shtrydheve me pesticide dhe mishit të pulës me salmonel. Institucionet shtetërore duhet të reagojnë fort ndaj këtyre kompanive që për përfitime personale po helmojnë fëmijët dhe të rriturit.